Një moment i papritur ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, duke krijuar tension dhe reagime të forta mes banorëve. Gjatë një situate që fillimisht duke e qetë, Himbo i afrohet papritur Selina dhe e puth në buzë, një veprim që duket se e ka surprizuar plotësisht atë. Gjithçka ndodh shumë shpejt dhe pa asnjë paralajmërim. Banorët që ndodheshin pranë mbeten të habitur nga situata, ndërsa Selina reagon menjëherë duke u larguar nga vendi i nervozuar. Ajo kthehet drejt Himbos dhe i thot me tone të ashpra: "O idiot, pse më puthe?", duke treguar qartë se veprimi i tij nuk ishte as pak i mirë pritur. Reagimi i saj ishte i menjëhershëm dhe shumë emocional. Ajo duke i shqetësuar dhe e bezdisur nga ajo që ndodhi, duke theksuar se nuk i pëlqeu as pak kjo sjellje dhe se nuk e kishte pritur një veprim të tillë nga ana e tij. Selina shprehet se ai kishte kaluar kufit dhe se një gest i tillë nuk mund të bëhet pa përqimin e saj. Nga ana tjetër, Himbo përpiqet të justifikohet, duke thënë se gjithçka ishte bërë në mënyrë spontane dhe se ai mendoi se mes tyre kishte një afrimitet të mjaftueshëm për një gjest të tillë. Ai shprehet se nuk kishte qëllim të ofendonte apo ta vendoste në siklet, por se kishte vepruar nga emocionet e momentit. Megjithatë, Selina nuk e pranon këtë shpjegim dhe vazhdon të shprehë pa kënaqësinë e saj. Ajo i thot se respekti është shumë i rëndësishëm dhe se askush nuk duhet të marrë iniciativa të tilla pa qenë i sigurt për ndjenjat e personit tjetër. Sipas saj, veprimi i Himbos ishte i papërshtatshëm dhe e vuri atë në një situatë shumë të sikletshme përpara të gjithë banorëve. Situata krijon menjëherë diskutime në shtëpi. Banorët ndahen në mendime të ndryshme. Disa mendojnë se Himbo gaboi duke vepruar pa menduar për reagimin e Selinës, ndërsa të tjerë besojnë se ishte thjesht një moment spontan që u keq kuptua. Pas incidentit, Selina largohet për pak kohë për të qetësuar dhe për të reflektuar mbi atë që ndodhi. Ajo bisedon me disa prej banorëve të tjerë, duke shprehur se ndihet e zhgënjur dhe e irrituar nga situata. Sipas saj, marrëdhëniet brenda shtëpisë duhet të bazohen në respekt dhe komunikim të qartë. Ndërkohë, Himbo duket i penduar dhe përpiqet të afrohet për të sqaruar situatën. Ai shprehet se nuk kishte qëllim të krijonte tension apo konflikt dhe se nuk donte ta lëndonte Selinën. Ai kërkon mirëkuptim, duke thënë se ndoshta e kishte keq interpretuar afrimitetin mes tyre. Por tensioni mes tyre mbetet i dukshëm. Selina vazhdon të mbajë distancë dhe tregon se ka nevojë për kohë për ta kaluar situatën. Ajo thekson se besimi dhe respekti janë thelbësor për çdo marrëdhënie dhe se nuk mund të injorojë një veprim që e ka bërë të ndihet keq. Ky moment ka ndryshuar dinamikën mes tyre dhe ka shtuar një tjetër dramë në shtëpi. Banorët vazhdojnë ta komentojnë ngjarjen, ndërsa publiku mbetet kurioz të shohë nëse marrëdhënia mes Selinës dhe Himbos do të përmirësohet apo nëse ky incident do të krijojë një distancë të përhershme mes tyre. Ndërkohë, atmosfera në shtëpi mbetet e tensionuar dhe situata tregon edhe një herë se brenda lojës çdo veprim, çdo reagim dhe çdo moment emocional mund të ndryshojë rrjedhën e marrëdhënieve mes banorëve dhe të krijojë zhvillime të reja të papritura.